Mendimi pozitiv në jetën tonë. Në rrugtimin e jetës njeriu përballet çdo ditë me sfida, pasiguri, humbje dhe sprova që shpesh e lodhin mendjen dhe shpirtin. Në mes të kësaj vorbulle ngjarjesh, një nga forcat më të fuqishme që njeriu posedon është mendimi. Mendimi nuk është vetëm një proces i heshtur brenda trurit, por një energji që formson ndjenjat, vendimet dhe të ardhmen tonë. Mendimi pozitiv nuk do të thotë të mosh realitetin apo të mbyllësh syt para vështirësive, por të zgjedhësh një këndvështrim që të jep shpresë, forcë dhe qetësi për të ecur përpara. Ky dokumentazh synon të shpjegojë thellësisht rolin e mendimit pozitiv në jetën tonë personale, shoqërore dhe shpirtërore, duke treguar se si ai mund të ndryshojë jo vetëm mënyrën si e shohim botën, por edhe mënyrën si jetojmë brenda saj. Çfarë është mendimi pozitiv? Mendimi pozitiv është aftësia për të parë anët e ndritshme të jetës edhe në situata të vështira. Ai nuk është një iluzion apo një mashtrim i vetvetes, por një zgjedhje vetëdijshme për të besuar se çdo situatë ka një mësim, një mundësi apo një rrugdalje. Një person me mendim pozitiv nuk thot nuk kam probleme, por thot kam probleme, por do t'i përballoj. Shkenca moderne ka treguar se mendimet tona ndikojnë drejt për drejt në emocionet dhe sjelljet tona. Kur mendja mbushet me negativitet, frikë dhe dyshim, trupi reagon me stres, ankth dhe lodhje. Ndërsa kur ushqihet me mendime pozitive, trupi dhe shpirti përjetojnë qetësi, shpresë dhe motivim. Mendimi pozitiv nuk është diçka me të cilën lindim domosdoshmërisht. Ai është një aftësi që mund të mësohet, kultivohet dhe forcohet çdo ditë. Ndikimi i mendimit pozitiv në shëndetin mendor dhe fizik. Një nga përfitimet më të mëdha të mendimit pozitiv është ndikimi i tij në shëndetin mendor. Personat që kultivojnë mendime pozitive janë më pak të prirë ndaj depresionit, ankthit dhe stresit kronik. Ata arrin të ruajnë qetësinë edhe në situata tensioni dhe të mos dorëzohen lehtë përballë vështirësive. Por ndikimi nuk ndalet vetëm te mendja. Studimet shumëta tregojnë se mendimi pozitiv ndikon edhe në shëndetin fizik. Njerëzit optimistë kanë sistem imunitar më të fortë, rrezik më të ulët për smundjet e zemrës dhe shërohen më shpejt nga smundjet. Kjo ndodh sepse trupi dhe mendja janë të lidhura ngushtë. Kur mendja është e qetë, edhe trupi funksionon më mirë. Në jetën e përditshme, një mendim pozitiv mund të bëjë dallimin mes dorëzimit dhe qëndrueshmërisë, mes dëshpërimit dhe shpresës. Mendimi pozitiv në marrëdhëniet njerëzore. Mendimi pozitiv ka një ndikim të madh në mënyrën si ndërtojmë marrëdhëniet me të tjerët. Një person që mendon pozitivisht është më i durueshëm, më empatik dhe më i gatshëm për të falur. Ai nuk e sheh gabimin e tjetrit si fund të marrëdhënies, por si një mundësi për mirëkuptim dhe rritje. Në familje, mendimi pozitiv krijon një ambient dashurie dhe sigurie. Fëmijët që rriten në një mjedis ku dominon fjala mirë dhe shpresa, zhvillojnë vetbesim dhe stabilitet emocional. Në shoqëri, njerëzit pozitiv janë burim energjie për të tjerët. Ata frymëzojnë, motivojnë dhe sjellin qetësi. Një fjalë e mirë, një buzëqeshje apo një mendim i pastërt shpesh ka ndikim më të madh se sa mendojmë. Mendimi pozitiv dhe sfidat e jetës. Jeta nuk është gjithmonë e lehtë. Humbjet, dështimet dhe padrejtësitë janë pjesë e pashmangshme e saj. Ajo që bën dallimin është mënyra se si ne reagojmë ndaj tyre. Mendimi pozitiv nuk e zhduk dhimbjen, por e bën atë të përballueshme. Ai na mëson të shohim përtej momentit vështirë dhe të besojmë se pas errësirës vjen drita. Shumë njerëz të suksesshëm në botë kanë kaluar përmes dështimeve të shumta, por nuk janë dorëzuar sepse kanë besuar në vetvete. Dhe në jetën e nesërme me të mirë, mendimi pozitiv është forca që i ka mbajtur në këmbë, edhe kur gjithçka dukej e humbur. Si të kultivojmë mendimin pozitiv? Mendimi pozitiv kërkon ushtrim dhe vetdije. Ai fillon me mënyrën si flasim me veten, fjalët që përdorim brenda mendjes sonë, kanë peshë të mëdha. Në vend të vetkritikës së vazhdueshme, duhet mësojmë të jemi më të dhëmshëm me veten. Mirënjohja është një nga çelësat kryesore të mendimit pozitiv. Kur falenderojmë për atë që kemi, sado e vogël të duket, mendja jonë fokusohet te begatia dhe jo te mungesa. Po ashtu rrethimi me njerëz pozitiv dhe shmangja e negativitetit të panevojshëm ndihmon shumë në ruajtjen e një mendje të shëndosh.
Mendimi pozitiv është një dritë e brendshme që ndryshon rrugën tonë në errësirën e jetës. Ai nuk ndryshon botën përreth nesh menjëherë, por ndryshon mënyrën si ne e përjetojmë atë. Me një mendje pozitive, njeriu bëhet më i fortë, më i qetë dhe më i përgatitur për çdo sfidë. Në fund, jeta është një reflektim i mendimeve tona. Duke zgjedhur mendimin pozitiv, ne zgjellim shpresën, paqen dhe një jetë më të plotë.